Do bëja publike vetëm reagimin ose kundërpërgjigjen e Aleksis Sipras për Ramën, po nëse doni ta thoni ndërhyrjen tuaj tani, ma thoni dhe unë. Insinuoj pak Klodi lidhur pse s'dalin andej dolën këtu. Nuk insinuova. Jo, ka një pikpyetje se tani. Se tani. Po pra, pse s'dolën këtu dhe duhet dilin. Sepse edhe në Baksriol janë tërhequr Lubonja, edhe në Baksriol janë tërhequr zvarr. Edhe te Kalabari janë zhytur godina dhe s'ka reaguar askush. Çfarë të quajmë këtë? Unë ta quajta insinuim që këtu ka ndonjë diçka tjetër më të madhe, the ti. Apo jo? Sepse mendoj që patjetër. Pra, nuk e the se nuk na the gjë, po the duhet hetuar kjo punë. Dyshoj, nuk thash që duhet hetuar. Jo, të lutem mos e keq përdor. Zoti Lubonja, ajo çfarë thash unë? Mos e thuaj o Klodi. Po tani nëse ke dëgjuar siç ke dashur ta dëgjosh ti është problemi jot. Atëherë unë të vlerësoj shumë. Ajo çfarë tash unë është kjo. Jo më lër ta ri përsëris se unë nuk e lejoj. Jo, po nuk e lejoj të keq citohem kur unë jam në studio, se po kem ikur. Atëherë, unë nisa dhe thash që Zvërneci është një histori e tjetërsimit të pronave që ka ndodhur ditën për diell. Dakor? Pse dalin tash, pse dolën tani vetëm, po patjetër. Po sepse Lubonja në 5 maj i kanë tërhequr qytetarët, kam raportuar. Kjo është pyetje që kemi të gjithë. E kupton? Po në rregull. Po dhe këtë po kërkoj, se dhe unë aty në shesh isha bashkë me ju dhe po shikoja çfarë po ndodh apo jo. Dhe pjesëmarrja. Pyetja është shumë legjitime. Unë s'kam dal as për Durrësin, s'kam dal, as për Rriollin, s'kam dal. Apo jo? Dola sot. Dje, jo sot, dje. Edhe fola. Edhe sot. Tashti, si unë ka dhe tjerë, besoj. Po, ke dalë dhe për të atin dhe për armën kimike se kemi qënë këtu. Dhe njerës që më kanë ftuar që të dalë. Tani, është mirë që të kemi parasysh një gjë, që ajo skena e tërheqjes zvarr ishte një skenë të mërshme. Apo jo? Absolutisht, unë e dënova dhe ishte apatike nga policia. Nuk i heq asnjë presje, ajo ishte skena më shumë. Ta përfundojmë logjikën e tij. Unë do shpjegimin tim, pse? E para, ajo skena ishte një skenë e tmerrshme. E dyta, ajo që tha Simja që mlidhet edhe derdhet kupa, ajo që më del mua si problem është kur të rreqin zvarr në atë mënyrë, është që nesër këta do vinë krimi, njerëzit do vinë nesër të na tërheqin zvarr dhe neve nga shtëpia për ta nxjerrë se ju duhet për ndonjë projekt në gjë. Kupton? Dhe mendoj që një pjesë e mirë, kjo arrogancë i ka të paktën një pjesë e tyre. Do thuash ti po prit, po janë ca të tjera ande ku di unë që mund të jenë tjetër. Ai djali që ishte sot me mua në studio ka 12 vjet që del në protesta. Ai është guid turistike. Edhe e do Zvërnecin sepse zhvillon aktivitetin e vet. Aty se është turizmi, se flasim për turizëm të qëndrueshëm. Ai turisti i vërtet, aty vije ke Zvërneci siç ishte, jo ke Zvërneci, se po flasim tash duhet zhvillohet turizmi. Çfarë turizmi kemi zhvilluar ne, se përmend edhe ti. Turizmi i Zamirmanës, minut. Skandaloz deri tani. Turizmi janë për resorte, janë për të bërë një turizëm të qëndrueshëm, por kjo nuk do të thotë që ne ta lëmë Shqipërinë pa zhvilluar. Po më fal tashi. Edhe nuk jam me narrativat e Izraelit ku di unë. Po prita lëri narrativat se s'po them narrativat e Izraelit. Unë po them këtë, desha të them këtë. Resortit në kuptimin siç e kemi ne, siç e kemi bërë ne dhe kështu filloi, çka ka qenë? Ka qenë është kjo toka Buzdetit, do bëjmë resort turistik dhe këto vilat, këto gjërat do jeni për turizëm dhe nga turizmi do të vjelim taksa, apo jo? Do vjelim taksa dhe me këto taksa do zhvillojmë Shqipërinë, do paguajmë për shkolla, për spitale, për gjitha këto. Qa janë resortet tona në thonjza, prandaj thash s'ka në Itali ashtu resortesh, i morën këto dhe i bën vila privata dhe i kanë shitur për të pasuruar këta. Zamiri me shok. Shitja këtia, shitja atia dhe shumica që e kanë berë njerëz që janë njerëz të krimit se s'blen njeri me 500 e me 1 milion këtu ato vilat në palas. Kupto? Këto janë resortet tona. Edhe shko po deshen qerret, e janë gjithë andej që u morën gjasme për atë idenë e resortit turistik. Mirë. Ato janë vila private. Për të pasuruar një grup njerëzish. Dhe bie shumë dakord me ju. E para, e dyta. E bie shumë dakord me ju për këtë pjesë. Ajo çfarë Lubonja, se nuk dua ta largoj fokusin dhe nuk dua të marr kohë të tjerëve.
Ajo çfarë unë thash është pikërisht kjo.